Ne në shtëpi, në familje, hajmë ushqim, mirë po nuk ngihemi. Subhanallah, ulemi edhe hajmë, bëjmë hargjime, hargjohen të mirat, hargjohen ato të cilat i kemi sillur dhe në fund pas pak kohë sikur nuk ke ngron fare. Subhanallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin", a mos ndoshta ju hani të ndarë veç e veç? Sa është prezente një gjë e tillë sot në familje tona, për dallim të asaj kohe ku në sofër ka qenë gjithë familja bashk. Aty ku është familja bashk ka bereqet. Aty ku janë të ndarë, baba kthehet prej punë han vet, e nana pastaj han vet, e fëmiu kthehet prej shkolle dhe pastaj han vet, e pastaj njani nuk don me ngran tash, do të ngran ma vonë, e pastaj dhe secili veç e veç të ndarë të përqarë. "Fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin", mos ndoshta ju hani të ndarë veç e veç. Than, po ja Rasulallah, kjo është defekti, kjo është problemi, nuk ka bereqet në atë sofër ku secili antar ulet një nga një. Po si është bereqeti? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fajtami'u ala ta'amikum", ulluni krejt bashk në sofër, bani bismillah, ullu krejt bashk, mos hani një nga një, e gjithë familja së bashku, bani bismillah, Allahu do t'ju jep bereqet.